SGS Automotive Albania mohon pretendimet e medjave për arrestimin e disa punonjësve të saj për korrupsion në qytetin e Shkodrës. SGS sqaron se asnjë nga personat e arrestuar nuk është punonjës i SGS Automotive Albania në qendrën e kontrollit teknik Shkodër. Pak ditë më parë, mediat lokale të Shkodrës raportuan për disa persona të arrestuar, ndërta edhe shoferë të cilët shisnin rrallë për kolaudimin e automjeteve. Duke përshëndetur institucionet zbatuese të ligjit për punën e tyre në drejtim të luftës kundër korrupsionit, dëshirojmë t'ju bëjmë dije se asnjë nga personat e arrestuar në qytetin e Shkodrës nuk është punonjës i shoqërisë koncesionare SGS Automotive Albania SHPK. Informacioni përçuar në media është i pasakt dhe nuk asociohet kurrësi me emrin e kompanisë SGS. Kompania nuk ka nën kontroll edhe nuk mban përgjegjësi për veprimet e paligjshme të qytetarëve dhe nuk tolerojnë sjelljet dhe aktivitetet mashtruese. SGS Automotive Albania është dhe do të jetë gjithmonë e hapur për të bashkëpunuar me organet ligjore në mbrojtjen e interesit publik. Politikat e kompanisë tonë, duke fokusuar në sigurinë personale të qytetarëve dhe të familjeve të tyre dhe si e tillë, mirëmbajtja e mirë e mjeteve është një domosdoshmëri absolute. Të gjitha automjetet që kanë kushte teknike në përputhje me ligjin dhe normat në fuqi do të kalojnë testin e inspektimit, ndërkohë që qytetarët të cilët marrin shërbimin e ofruar nga SGS paguajnë vetëm vlerën e tarifës zyrtare të kontrollit teknik të automjeteve. SGS Automotive Albania u garanton të gjithë qytetarëve se është e vendosur të zbatojë me rigorozitet kodin e saj të integritetit dhe do të vijojë bashkëpunimin e saj të ngushtë me autoritetet shqiptare për të ndërshkuar çdo praktikë korruptive që cënon intereset e shtetit shqiptar dhe të qytetarëve të tij, thuhet në reagimin e SGS Automotive Albania. SGS është kompani lider në botë në fushën e inspektimit, verifikimit, testimin dhe certifikimit.